edhe mujnë mos me kom prej da. Edhe mujnë më konë. Pa të lezetin e vetë. Po, Flodina? Si e shë e ti martesën, me qënë se je martuar e re, në anën tjetër, e ke karjerën, e ke punën që vazhda njësaj? Nashta isha konë nashta personi adekuat për me full për këtë temë, pasi që vetë kom pas një lloj fobie prej martesës, për shkak të shoqënisë ose rrethit që jetojmë edhe kohës sociale që është kriju tash, qoftë edhe prej bartolitave të ndryshme, qoftë edhe prej mënyrës se që jemi rrit, kemi shku ndër të huj, s'është let, nuk durojnë ndër të huj, fjallë ndryshme me cilat ne jemi rrit. Fjallë popullore të familjeve shqiptare. Jemi rrit edhe paka shumë, nashta s'mundem e as me vrejt, mirë po ndikojnë në nënvedijen tonë, edhe mënyrën se që ne i perceptojmë senat. Martesa jam ka ndodhë për shkak një shtatzanie të papritshme, mirë po kam qenë lidhje një kohë gjatë me të dashurin tem. Nuk ka qenë edhe aqe papritshme. Nuk ka qenë edhe aqe papritshme. Kemi planifiku me u martu, mirë po gjithmonë kom këshyrë me shty martesën për shkak të qasoj frikës që e kom pas për martesën. Tash që jo martu vetë, mendoj që e jap një shembull se qysh jeta jonë si gra mundet me vazhdu edhe pas martesës, karriera jonë mundet me vazhdu edhe pas martesës. E më thonë drejtun, unë jam shumë e lumtur për personin që jam kriju, për personin që jam bë mas martesës, se martesa më ka rritë dhe më ka zhvillu në shumë aspekte. Normalisht që ka arsyet ndryshme që mundet me ushty martesa ose mundet edhe me u martu para kohe, sido që kanë qenë rrjedhat e jetës tam, jam shumë e lumtur që ka ndodhë kështu që ka ndodhë, e që nuk e kom shty ma shumë as martesën e as të qenurit nën. Mendoj që gjithçka ka ndodhë në kohën perfekte kur unë kom pas nevoj, ajo me ndodhë. Edhe se di e kam një besem ashtu që se cilit person ka me ndodhë në kohën kur aj person është gati. Sepse s'mendoj që ka një mosh perfekte për me u martu. Nuk ka një mosh perfekte me u martu, mirë po ka një kohë të duhun për secilin. Për shembull, për mu ka qenë kjo mosh, që për dika mundet me qenë herët, 22 vjeçare jam martu, po kam qenë e gatshme për atë pjesë, pa e ditë që jam e gatshme. Tek dikosh mundet me shko dhe faza pjekuris ma vonë, mandej edhe martesa i shkon ma e përshtatshme me qenë ma vonë, mirë po se cili person besoj që i vjen në kohën e duhun kur pikërisht të dy personat janë gati me Në fakt, unë mendoj që duhet të gjindemi çfarë do lloj kohe që vjen, tjetojmë, tritemi me atë që e kemi momentalisht. Për shembull, tani ti je mësu ndoshta me fokusu me fëmijë të vogël, me u përqendru me fëmijë të vogël, i duron zhurmat, i duron hallakamat në përshpe krejt, po ma vonë për shembull kur të rritet. Moshën teenagere 15-16 edhe i shoqët e tua me do fëmijë veç ikë, jo se në atë kohë ti ke qenë shumë okej dhe i ka pranu gjitha. Kështu që edhe martesa besoj është e tillë, dikush nuk e pranon me njëherë, po pasi që të ndodh, adaptohet, domethënë besoj që